se erdhët në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit. Gatuajmë tani makarona bolognese, po përgatisim salcën me Kam vendosur qepën dhe më pas mishin e grirë. Derisa mishi i grirë të jetë i tillë. Pra të ketë përthithur të gjitha lëngjet, të jetë kokrizuar dhe i bëj një shuarje me verë derisa të avullojnë, të avulloj alkooli. Tu pa tjetër që kam makaronat, do të shtoj. Kelpit e hudrës. 2. Pa që nga tretur mirë, se duket që është pa dallueshme. Karotën. Sikurse shtoj erëzat në radhë. Kam lëngun e makaronave. Tjetër që pra e keni me dy opsione. Unë të shtoj, e duhura faktikisht është çfarë veproj tani, dhe më alla shqiptarçe që bëjmë familjet është ajo çfarë ju e lexoni të shkruar. Shtoj kanell dhe pluhur karafili. Do të shtoj pakës gjallë. Kam një salsë, një ragu të duhur me shije dhe me aroma. Shumë e denjë për makaronat, se mbushën ato brenda tubat. Pra faktikisht, sot kam përdorur tamam salsën e shefit. Do në pa asë një loj heqe, asë majdanos, por me borzilok. Me borzilokun e bashkës. Ton, të rrezes. Është sezoni tani që edhe borzilokun e gjenë shumë kollaj. Disa pomodorini. Pa tjetër që dua të provoj shijen e kripës, gjë që kam shtuar krip të lëngu i makaronave. Pra një ngjyrë e duhur dhe dinjitoze. Pa tjetër që të provoj pakës fare. Për shijen e kripës, sa duhet të shtojmë apo diçka tjetër, dhe mbetet vetëm borziloku, djathi. Pakës fare. S'më duhet asgjë tjetër. Shojmë pak që bosa digjet. Është mirë se e kemi lënë enkas të fryem pak ato petët dhe ta tregojmë për publikun, byreku po flas që e gatuam në pjesën e parë, me 2 mbushje. Të e largoj, tu. Jetim dhe një sy të fundit për recetën e shkruar të makaronave me salcë bolognese, makarona tolla, kemi zgjedhur këtë formën tubore të tyre, të shkurtër, një pako makarona, 500 gram mish i grirë vici, 1 qep e grirë holl, 3 thelpinj hudhër të grira imët, 1 karot e grirë në rende, 1 lugë gjelle salcë domatesh ose e koncentruar, 200 gram domate të coptuara, 500 ml lëng mishi,
2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë çaj speci kuq pluhur, 100 gram djath parmigiano i grirë, borzilok i freskët, krip, piper i zi. Në makaronat me salcën bolognese. Tani, salca është gati, si që thamë, pastën e kemi zirë Shtoj pak gjallë më pak, për t'i dhënë atë shkëlqimin e duhur, si kurse dhe më duhet ajo, si kurse dhe pak ose fare ujë. Transferim. Më mirë ashtu, se sa t'i shtojmë salcën si për faktikisht, se aty në tigan mbeten edhe shijet më përqëndruara. Razimi mirë që të përthithet dhe mirë normalisht që të salca nga zbuten. të gjitha makaronat. Vëmendje, mua larg e dobët, makaronat afër, të duket si që ka hije olës tamam, dhe pa tjetër dhe një tungë. Marim edhe... Okej, ja. Mirë duket të... Ja, shiko. Do të shtoj. Ja, fillon edhe. Dhe, makaronat janë gati. Shumë shpejt. Të shishme, të shpejta me këto rrugën klasike të përgatitjes së pastës bolognese. Sepse nuk dua që të jenë llaç. Faktikisht, kjo rrugë nuk duhet. Dhe do bëmi gati për ti... Luga e muratorit. Sot mira që duken. Me dashurin e gjithë sezonit. Leti shërbim një pjatancë të madhe. Kape, të një sekund. Dale, prit, opa. Është e rëndë, se peshon edhe tigani. Opa, ja. Edhe gjethet e borziloku, duke i dhënë atë aromën karakteristike edhe freski recetës. Zgjidhni pastën olla kur keni ju shkon mendja për t'i ofruar familjes për shembull një paltë me salcë të tillë, pastë të cilën besoj se ka familje që e neglizhon për ta sjell gjatë menus javore. Dhe këtu përfundoi receta e dytë.